Bismillahirrahmanirrahim. Ndërmjet frikës dhe shpresës. Besimtari gjithnjë duhet të jetë ndërmjet frikës nga dënimi i Zotit dhe shpresës në faljen e Tij. I kujtohet se Allahu xhaleshanuhu shpejt llogarit dhe se ashpër dënon. Prandaj e ka plan frika. E më pas i kujtohet se ai shumë fal dhe se është mëshirues, më i mëshirshëm. Pra e ka plan shpresa. Nëse zemrën e tij e mbush vetëm frika, atëherë vetëm se e ka humbur shpresën në mëshirën e Allahut xhaleshanuhu. Zoti i Madhërisht thot në Kur'an: vetëm pa besimtarët humbin shpresën në mëshirën e Allahut. Surja Yusuf 87. E nëse në zemrën e tij është shpresa, atëherë nuk i friksohet dënimit të Allahut xhaleshanuhu. Zoti thot: dënimit të Allahut nuk i friksohet vetëm populli të cilit shkatrimi i është afër. Surja El Araf ajeti 99. Krijuesi nuk u përngjet krijesave. Lejse kemithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Frika nga ai nuk është sikurse frika nga krijesat e tij. I friksohesh Luanit, i cili vjen drejt teje duke i treguar dhëmbët e vet dhe duke mbushur hapësinë rreth teje me erë të keqe, ndërsa ti je i vetmuar dhe pa armë. Mirë, po frika nga Allahu xhaleshanuhu nuk është si frika nga Luani, sepse rreziku nga Luani, po të tentonte të sulmoj, është e mundshme të evitohet, ndërsa Allahu xhaleshanuhu është Zoti i Luanit dhe krijuesi i tij, caktimin e të cilit nëse e sjell nuk është e mundur ta pengojmë. I friksohesh vërshimit shkatrues të lumit në shtratin e tij, në shtratin e të cilit gjendesh dhe i cili të afrohet e nuk ke mundësi ta parandalosh. Por kjo frikë nuk është sikurse frika nga Allahu xhaleshanuhu, i cili dëshiron. U friksohesh së mundjeve dhe fatkeqësive, humbjes së shokëve dhe pasurisë. Por kjo nuk është sikur frika nga Allahu xhaleshanuhu, në duart e të cilit është çdo gjë. Nëse don të spërvon me të, e nëse nuk don të shëron me të. Nuk ka asgjë që do të shëronte nga ajo me çka Allahu xhaleshanuhu të ka sprovuar. Besimtari duhet të jetë ndërmjet frikës dhe shpresës. Kur të qëndrojnë në namaze, e thot Ar-Rahmanir-Rahim, mëshiruesit mëshirbërësi. E ka plan ndjenja shpresës. E kur të thot Maliki Yawmiddin, sundimtarit të ditës së gjykimit, ndjen frikë. Dhe shumica e muslimanëve sot dominon shpresa mbi frikën dhe shpresa e faljes për frikën nga dënimi. Edhe pse muslimani, i cili vetëm kryen vajxhibet, obligimet dhe largohet prej harameve ndalesave, u përket të devotshmëve. Megjithatë, ai humb gradat e pozitat e larta në xhenet. Ai është sikurse nxënësi i cili e merr notën me të ulët kaluese. Nuk ngelet, por nuk fiton mirënjohje dhe shpërblim.